Bismillah. O Allah, këtë ditë të gjumas të lutem. O Allah, më bëj të dobishëm për veten time dhe për të tjerët. Dhe më bë dritë për ata që i kam rreth vetes. Më bëj që të shërbej me shumë dobi robëve tu dhe më përdor o Zot mu në çdo punë që ti e do dhe je i kënaqur me ta. O Allah, më mëso me atë që më bën dobi. Më bën që të kthej në dobi atë që më ke mësu dhe më shto dije, urtësi e përvojsi. O Allah, bani fjalët e mia dritë, dijen time sadak, rrjesë sadaka xharie, dhe gjurmën time tek njerëzit një gjurmë të mirë, e cila nuk ndërpritet edhe pas largimit tim nga kjo dynja. O Allah, ma bën në rrezik sinqeritetin, ikhlasin në fjalë dhe në veprat në punët e mia. O Allah, dërgo salavate dhe selame bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, bi shokët e tij pastërt. O Allah, prano lutjet tona në këtë ditë xumaje.